Një provokim i shefit komisariatit në policinë e Shkodrës Gazmend Demrozi ndaj një gruaje ka irrituar djalin 15 vjeçar të saj i cili i ka dhënë një goditje në gjoks shefit. Flasin pra qesh polici, qashtaj, legalisht, se qeshtaj. Ngjarja ndodhi gjatë revoltës së banorëve tek ish Gjeologjia për të mos lëshuar banesat e tyre. 15 vjeçari Ronaldo Qepuri është shoqëruar në polici. Motra e tij, Kristiana Qepuri, akuzon shefin Demrozi për provokim dhe se vëllai i saj ka qëndruar i terrorizuar dhe i trembur në polici. Shefi policisë provokoi vllahën tem të qesh, ne të kërku drejtat tona, ai provokoi një qeshon, një 15 vjeç, e kapën vllahën tem e kanë çun polici. Ai është në polici të është 15 vjeçi, atu kjo, atu plas, se ka frikë. Kurse ai shefi policisë am shetësh, iko, ko ashtë ai tështi. Ne të kërku drejtën ton, ai qeqi, bani kështo. Po ku me qesht, të na provoku ne vaj. Ma nena vla jemi shtyvi, se normal të unisha të fol. Ma nena kanë kop zvar vlon tem vrap e kanë qua atje. Ku a vla jem 15 vjeqit është? Të ma bini to, A 15 vjeç si vjen turp ati. Ai do të me kënë bap fmish, mu prek. Ja marrë me na provoku neve, me djersën e prindve tonë. Kur po vini, tha, se e mora telefon me armë me marrë. Tu kja është. Me një 15 vjeç tu talë shteti, si vjen turp. 15 vjeçari Qepuri është mbajtur për disa orë në komisariat, i rënduar psikologjikisht, ndërsa shefi komisariatit Gazmend Demrozi, pas goditjes që mori dhe akrimit të banorëve, është tërhequr duke ndenjur i distancuar.